Banorët e rjollit shembin gardhin rrethues të vendit ku do ndërtohet resorti turistik, përplasen me policinë dhe deklarojnë nuk do lejojmë grabitjen e pronës tonë. Policia e Tiranës pranon se 34 vjeçari Eglant Koçi, zhdukur ditë më parë, mund të jetë vrarë nga shoku i tij i ngushtë, kërkimi intensive në Tiranë, Elbasan dhe në Dibër. Artur Sheu, akuzohet si koordinatori i trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt Europës, organizoi takime dhe përpastrime në miliona eurove në Shqipëri. Sali Berisha deklaron se opozita mbështet plotësisht protestën kundër qeverisë, bën thirrje demokratëve të bashkohen marshimit të qytetarëve në bulevard. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim radhë tani zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Tensionet janë rikthyer këtë të shtunë në zonën e Rjollit në Velipoj. Qindra banor të zonës atje shkatëruan në rrethimin e vendit ku parashikohet ndërtimi i një resorti turistik. Ata u përplasën me forcat e policisë dhe deklaruan se nuk do lejojnë grabitjen e tokës, për të cilën pretendojnë dhe pronësinë. Banorët e Rjollit janë ngritur sërish në protest këtë të shtunë kundër ndërtimit të resortit luksoz në këtë zonë. Pas grumbullimit në rrugën kryesore, ata zbritën në kantirin e ndërtimit që është rrethuar me mure dhe gardh me tela e gjëmba, duke bërë shëmbjen e tyre. As ndërhyrja e forcave të shumta policore që kishin mbërritur në zonë nuk i ndaloi dot protestuesit. Në brendësi të kantierit, ata u përplasën me efektivët. Banorët janë të vendosur të mbrojnë, si të shprehen ata, tokën e të parëve, duke shtuar se ajo po ju grabitet haptazim me bekimin e shtetit. Me gjithë thirrjet e drejtorit të policisë së Shkodrës Gentian Berberi për t'u tërhequr, banorët nuk u ndalen derisa shkatruan pjesën më të madhe të rrethimit. Pitu na falon gjyshi, pitu na falon i pari, pitu atë na blem me flori. Edhe nuk dorëzohen atë se ta dalin shkollë. Drejtësia shqiptare është kjo. I kjo drejtësia shqiptare që nesër çdo ditë me popullin e varfën. Shoh shumë njerëz tu ka plakën, tu ka marrritin. Dhe nuk kapin atje, kriminelin, nuk kapin atë si të në lënë, mësë me jetu këto. Sa je kanë, po jera po që po Unë është je kanë civila, je kanë punë e atë nuk jo. Unë për ne i erdha me shtyje këtë, mu isha me mboha. Po jo mërë bodh jo, bodh kur të rëgjëj këtë, në mu isha. S'kam të vejko. Protestuesit pretendojnë se investitori u ka rrëmbyer tokat, për të cilat ata janë ende në procese gjyqësore. Banorët thonë se kërkojnë të drejtën e tyre, ndërsa përsëritën thirrjet e protestuesve në Tiranë. Torë për ditë to, ne du zhyt, bërgjë, që pas punove nuk hatë, nuk jetohet. Tashi, kjo qeveri, pse nuk da dërëzët? Ramanburg, Berishamburg, të dy. Ma hajdutat e Shqipërisë dhe janë. Shqipëria nuk shitet. Nga keni ardhë sot? Nga Labria. Se erdhe? Është e pa drejtë. Oligarkët këtu po bëjnë namin. Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg. Resorti që po ndërtohet shtrihet në një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh. Punimet kanë nisur që në shkurt, por ditët e fundit kantieri i ndërtimit u fortifikua me muret e larta. Kjo masmbrojtëse duket se është marrë pas protestave të vazhdueshme të banorëve të Rjollit, të cilët pretendojnë se tokat e tyre janë grabitur me dokumente false nga një ish zyrtar, i cili më pas ja ka shitur kompanisë ndërtuese. Protesta ndërkohë në bulevard, sot është në ditën e 14 të saj, atje ndodhet kolegja jonë Cecilia Frangu, me cilën do të lidhemi tani. Përshëndetje Cecilia, mund ta thuash çfarë po ndodh në bulevard sot? Përshëndetje Landi, në ndodhemi në bulevardin dëshmorët e Kombit, aty ku protestues të shumt janë mbledhur para kryeministrisë. Fillimisht ata në fakt u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe më pas kanë marshuar për të protestuar me orë të tëra përpara kryeministrisë. Janë protestues të shumt që në fakt kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama, por gjithashtu edhe anullimin e projektit të Zvërnecit. Deri më tani protesta ka qenë paqësore, pra nuk ka patur problematika, ndërsa si tashmë është kryer në një traditë, pritet që protestuesit të marshojnë edhe
në disa prej akseve të kryeqytetit. Faleminderit Cecilia Frangu, drejt për së drejtje nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Atje sekundër tham, është dita e 14 e protestës dhe qytetarët kërkojnë anulimin e projektit në Zvërnecë dhe dorëheqjen e kryeministrit Rama. Do vijojmë me lajme të tjera. Drejtuesit e policisë së Tiranës pranuan sot se 34 vjeçari Eglant Koçi mund të jetë vrarë. Deri më tani janë siguruar prova të shumta se ai është rrëmbyer dhe mbajtur peng nga shoku i tij i ngushtë i shpallur në kërkim. Detajet e reja të rënditëse janë zbuluar në lidhje me zhdukjen misterioze të Eglant Koçit, ku për policin pas kësaj ngjarjeje dyshohet se fshihet Armand Shakaj, shoku i ngushtë i 34 vjeçarit. Drejtori i policisë së Tiranës, Oliger Torba, tha se kjo është një ngjarje e rëndë për të cilën po vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit të të riut, pasi ka dyshime se ai mund të jetë vrarë. Kërkimet po kryen në disa zona malore të Tiranës, Elbasanit, Dibrës e të tjerë. Po kërkohet në lidhje me trupin e shtetesit Eglant Koçi. Kërkimet janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kufirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Janë kontrolluar shumë zona, të cilat ne kishim dyshimet tona. Burime bëjmë në dije se pasi i riu humbi kontaktet, familjarët i u drejtuan komisariatit për të bërë kallëzim. Në pyetje u mor dhe vetë Armand Shakaj, i cili përpara hetuesve u shpreh shqetësuar për zhdukjen e shokut të tij, madje deklaroi se Eglant ishte kthyer në Dubai ku kishte qenë me të dashurën e tij. Kjo e fundit ka deklaruar se ka qenë vetëm jashtë shtetit, jo bashkë me Eglantin. Të njëjtat burime konfirmojnë se në këto momente policia ka dyshuar për dëshminë e Shakajt, ku kanë tentuar që ta tharrasin sërish, por ai ishte zhdukur. Në bazë të kamerave të sigurisë, Eglant Koçi duket momenti kur futet në lokalin Armand Shakajt dhe më pas ngjitet në katin e dytë, në një tjetër ambient që përdorte Shakaj për call center. Brenda këtyre ambienteve dyshohet se i riu është vrarë me armë zjarri. Rreth mesnatës Shakaj filmohet nga kamerat e sigurisë, duke zbritur në lokal për të marrë disa kova me ujë. Me pas ai konsumon një kafe dhe ndërkohë fut qese të zeza të mëdha brenda automjetit. Në ambientin ku dyshohet se ka ndodhur krimi janë gjetur nga policia disa fasheta, pasi dyshohet se Eglant Koçi të ketë qenë i lidhur. Automjeti Shakajt është filmuar në zonën e Ibës ku ka shkuar me karro atrec. Me pas makina autorit është dërguar në lavazh nga kamarieri i arrestuar Enea Zyferi. Madje lavazhierët kanë konstatuar erë të rëndë dhe gjak brenda makinës, pasi dyshohet se trupi ka qëndruar më shumë se 24 orë brenda, por kamarieri i arrestuar tashme u ka thënë se është therrur mish dhe ka kulluar gjaku. Brenda makinës madje është gjetur dhe një lopatë. Megjithatë, policia e Tiranës vijon kërkimet intensive për gjetjen e trupit të të riut dhe kapjen e autorit të dyshuar. Ky i fundit deri më tani rezulton të ketë ndërruar më shumë se 13 numra për të humbur gjurmët nga policia. Artur Sheu konsiderohet nga SPAK si një ndër organizuesit kryesor të trafikut të drogës nga Amerika Latine drejt Europës. Ai rezulton të jetë koordinatori disa takimeve jo vetëm për shitjen e kokainës, por edhe për pastrimin e miliona eurove në Shqipëri. Amerika Latine dhe disa shtetet e Europës ishin bazat që disa biznesmen të fuqishëm të Shqipërisë kishin ngritur prej vitesh sa i takon trafikimit të tonelatave të kokainës. Në dosjen voluminoze dhe mbase më të fortë të realizuar nga prokuroria e posaçme, janë specifikuar vendet si Spanja, Belgjika, Gjermania apo edhe Amerika, shtetet ku biznesmeni Artur Sheu dhe antarët e tjerë të grupit të Alfredo Hamzait nga viti 2018 deri në vitin 2021 takoheshin për të koordinuar trafikun e drogës. Pjesa më e madhe e parave të përfituara nga ky aktivitet silleshin në Shqipëri, duke investuar në prona, pallate, bregdet, por edhe në ngritjen e kullave. Këto takime janë kryer para operacionit të trafikut të drogës që ndodhi në Barcelonë në janar të 2020-s, ku sekuestruan 441 kg kokain dhe ku arrestua kushëriri i Alfredo Hamzait. Ndërsa në Monako, takimi kishte si qëllim koordinimin e trafikut të kokainës në Europë. Për SPAK, një ndihmë e madhe në hetim ka qenë edhe bashkëpunimi me ndërkombëtarët, ku në disa raste autoritetet belge i kanë sjellë informacione për këto takime dhe investimet e biznesmenëve në pasuri të paluajtshme. Një tjetër pikë në hetime janë edhe takimet në ishullin e Arubas. Autoritetet e huaja tregojnë saktësisht se nga data 24 deri më 31 janar të vitit 2019, Arbeni Ismailaj, Elton Mehmeti, Adrian Rama, Artur Sheu dhe Bujar Shehaj kanë qëndruar në ishullin e Arubas ku janë takuar edhe me disa zyrtar. Të gjitha këto informacione janë në fazën e hetimit pasi mungojnë provat. Artur Sheu, emri i të cilit u bë publik kohët e fundit si një nga pronarët më të mëdhenj të Zvërnecit, sipas hetimeve rezulton si një nga kokat e organizatës së trafikut të drogës.
Parat e grupit kriminal sipas SPAK ndaheshin në disa faza për realizimin e pastrimit në Shqipëri. Ndërkohë SPAK në njoftimin e tij zyrtar tha se janë lëshuar 20 masa sigurie, ndërkohë që janë sekuestruar prona në Tiranë, Vlorë, Himar me vlerë 10 milion euro. Mes flet arresteve të prera bëjnë pjesë biznesmeni i shumë përfolur Artur Shehu, mas që nuk është ekzekutuar pasi ai ndodhet në SBA me azil politik. Sipas organit të akuzës, ai akuzohet për pastrim parash, i financuar nga vëllezërit narkotrafikant Erion dhe Adrian Rama. Nën akuzë është edhe biznesmeni i njohur i ndërtimit Ilir Shtufi, i cili është arrestuar në Greqi. SPAK me kërkesë të dy prokurorëve të posaçëm Altin Dumani dhe Elida Kaçkini urdhëruan edhe arrestimin e vëllezërve Koçeku, Arturit, që dyshohet si koka e grupit kriminal, si edhe Abedinit dhe Ervinit. Ata nuk u vunë pas sekurave pasi ndodhen në Dubai, por SPAK disponon prova për trafikun e drogës të realizuar prej tyre nga vendet e Amerikës Latine. Sipas prokurorisë ishte biznesmeni Ilir Shtufi ai që pastronte parat e tyre, ndërkohë në qeli për të njëjtën vepër penale përfundoi biznesmeni Orest Sota. Opozita sipas Berishës do ta mbështesë plotësisht protestën kundër qeverisë, ai u bëri thirrje demokratëve të dalin në shesh për t'u bashkuar revoltës kundër kryeministrit Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi një bashkëbisedim në rrjetet sociale për të bërë thirrje të gjithë mbështetësve të tij të bashkohen protestës së qytetarëve para selit së qeverisë. Berisha theksoi se kjo është lëvizja më e fuqishme kundër kryeministrit Rama, ndaj të gjithë opozitarët duhet të jenë në shesh. Unë bëj thirrje çdo demokrati dhe demokratje, çdo zgjedhës, çdo qytetari që ka votuar dhe voton për Partinë Demokratike, por dhe çdo shqiptari që e don këtë vend, që ka dëshirë të jetojë me dinjitet në këtë vend dhe fëmijët e tij të vazhdojnë ëndrrën e tij në këtë vend, të mbështes këtë protest. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Berisha theksoi se asgjë as thirrjet kundër tij nuk duhet i pengojnë demokratët të bashkojnë protestuesve. Natyrshëm janë që aty do ketë slogane që një palë do i pëlqejnë dhe një palë tjetër mund mos i pëlqejnë, por nuk duhet të jenë kurrë ato që të rësojnë pamjen madhështore, misionin e madh të kësaj proteste. Nga ana tjetër, kryetari i PD-s akuzoi kryeministrin Edi Rama se e përdori festën e krijimit të Partisë Socialiste si antimiting ndaj revoltës së qytetarëve. Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e Partisë Krimit. E një partie që u themelua në krim, e një partie që nënshtroi krimin në sistem, e një partie që vazhdon krimin në të gjitha aspektet. Prej një jave, Partia Demokratike, e cila fillimisht nuk e mbështeti protestën, ka ndryshuar qëndrim duke u bërë pjesë e saj dhe duke kërkuar plotësimin e kërkesave të qytetarëve që prej 2 javësh mblidhen çdo mbrëmje para kryeministrisë. Drejtuesit e organeve të drejtësisë do të raportojnë në njëri pas tjetrit në Komisionin e Ligjeve si dhe në Komisionin për mbikëqyrjen institucionale. Më pas, vetëm disa prej tyre do paraqiten në seancë plenare. Ditën e hënë, figurat kyçet sistemi të drejtësisë do të nisin raportimin në kuvend për vitin 2025. I pari që do të përballet me deputetët është prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, i cili në 15 qershor do të raportojë para Komisionit të Ligjeve. Përgjatë ditëve në vijim do të raportojnë tek ligjet e gjithë kupola e sistemit të drejtësisë. Drejtuesi i SPAK-ut Klodian Braho, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, këshilli i lartë gjyqësor e këshilli i lartë i prokurorisë. Të gjitha figurat kyçet sistemit të drejtësisë do të paraqiten edhe para Komisionit për mbikëqyrjen institucionale, i cili me ndryshime në rregulloren e kuvendit ka kompetencë miratimin e rezolutës dhe ndjek zbatimin e rekomandimeve që ka dhënë kuvendi. Raportimi në Parlament e institucioneve të pavarura është parashikuar të bëhet në datat 22 dhe 23 qershor në 2 seancat posaçme. Pas ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, SPAK-u nuk do të raportojë më në seancë plenare. Gjithashtu edhe rreth 20 institucione kushtetuese apo të krijuara me ligj.
Për këtë arsye në seancë plenare do të paraqiten vetëm 5 institucione: prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, drejtuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit e avokati i popullit. Një 27 vjeçar nga Fieri ka rënë në prangat e policisë, ndërsa një 45 vjeçar është shpallur në kërkim. Ata akuzohen për trafikimin dhe tregtimin e sendeve me vlerë të dyshuara si të vjedhura jashtë vendit. Florinë dhe bijuteritë siguroheshin në Itali dhe në Greqi, futeshin kontraband në Shqipëri dhe më pas tregtoheshin në disa argjendari në Fier dhe në Lushnjë. Policia procedoi penalisht 7 administratorë të këtyre dyqaneve. Gjatë operacionit u sekuestruan mbi 15 kg flori, mbi 4 kg argjend, 612 orë të markave të ndryshme, bijuteri me diamant, sende me vlerë artistike dhe kulturore, si dhe para në lek dhe në euro. Katër persone janë arrestuar në Tiranë në akuzën e trafikimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Gjatë aksionit janë sekuestruar 400 gram kokainë, shumë aparash dhe peshore elektronike. Policia e Tiranës ka finalizuar fazën e 4 të operacionit të goduar zonat, duke goditur një grup që merrej me shitjen e lëndëve narkotike në kryeqytet. Në pranga kanë përfunduar 4 persona, të cilët ishin në ndjekje për shpërndarje kokaine në zona të ndryshme të Tiranës. Efektivët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcat shqiponja arrestuan në flagrancë 3 persona në rrugën e Kavajës. Sipas hetimeve, ata siguronin sasi të konsiderueshme kokainë dhe më pas e shpërndanin në doza, kryesisht në zonat e njohura si Ish-Parku dhe Bryli. Gjatë operacionit u sekuestruan rreth 350 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë dhe 2 peshore elektronike. Ndërkohë, një tjetër person u arrestua pasi dyshohet se shiste doza kokaine në disa zona të kryeqytetit. Në ambientet e subjektit ku ai punonte, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi kokaine të ndarë në mbi 220 doza, si dhe një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga ky aktivitet kriminal. Në total, gjatë operacionit u sekuestruan mbi 400 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë, 4 telefona celular, 2 peshore elektronike dhe para kesh. Tirana ka numrin më të lartë të krimeve, por drejtuesit e policisë vënë të ditur se niveli i zbulëshmërisë është mbi 92%. Goditjet kryesore kanë përfshirë trafikun e drogës, vjedhjet, prostitucionin dhe mashtrimet. Në procesin për transparencën me publikun, drejtori i policisë së Tiranës Oliger Torba ka bërë bilancin për muajin maj e deri tani sa i takon krimeve të shënuara në kryeqytet. Për afro një muaj e gjysmë janë evidentuar mbi 1400 vepra penale, ku zbulueshmëria tyre ka qenë mbi 92%. Po këto vepra penale janë identifikuar 1376 autor të dyshuar, nga të cilat 247 janë vënë në pranga, arrestuar dhe ndaluar, si dhe janë proceduar 1055 në gjendje të tjerë, si dhe janë shpallur në kërkim 60 autor. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 58 operacione policore për goditjen e inventarisë kriminale në fushën e narkotikëve, armbajtje pa leje, goditje e celullarëve të fatit, koncentrave, prostitucionit, krimeve ndaj personit të pronës e të tjerë. Krahas krimeve të rënda, policia ka goditur dhe rastet e grabitjes së banesave apo bizneseve, ku pjesa më e madhe janë arrestuar nga blut. Janë evidentuar 205 raste dhe janë zbuluar 169 prej tyre, ose për këtyre 82%. Për këto raste janë evidentuar 196 autor, nga të cilët janë vënë në pranga 57, janë proceduar 101 dhe 38 janë shpallur në kërkim. Gjatë kësaj periudhe janë sekuestruar dhe disa makina me vlerë deri në 500.000 euro. Janë zhvilluar 6 operacione të këduar stall line me objektiv goditjen e rasteve të trafikimit të mjeteve motorike të vjedhur jashtë shtetit, ku janë sekuestruar 6 ato mjete në vlerat 50.000 deri në 500.000 euro. Për këtë rast janë proceduar 6 shtetas. Ndërsa drejtori i policisë kufitare në Tiranë Ermal Haxhi tregoi shifrat e fluksit të turistëve në Rinas për muajin maj. Gjatë muajit maj të vitit 2026, në pikën e kalimit kufitar aeroport Rinas, janë përpunuar 1.234.500 shtetas dhe 7.480 avion. Fluksi maksimal i regjistruar brenda 24 orëve ka arritur shifrën 47.350 shtetas dhe 270 avion të përpunuar brenda 24 orëve. Ky është një tregues që konfirmon rritjen e ndeshme të lëvizjeve ndërkufitare në këtë fillim sezoni turistik. Ndërkohë në aeroportin e Rinasit, policia ka goditur krimin sa i takon madrave kontraband, mosdeklarimit të ardhurave, falsifikimi dokumentave, migracioni jashtëligjshëm me të tjerë. Prokuroria e Shkodrës ka kërkuar arrestimin e shtetasit Sibuel Dursi, i cili tentoi të përplaste me dashje me makinën e tij 4 persona.
Prokuroria akuzon atë për veprën penale të vrasjes me dashje të mbetur në tentativë. Sipas njoftimit, drejtuesi i automjetit ishte nën efektin e pijeve alkoolike. Gjithçka nisi pas një debati të çastit mes shoferit të dheur dhe disa personave të tjerë. Situata më pas është përshkallëzuar në një konflikt fizik, ku pas përplasjes me makinë, drejtuesi i mjetit është goditur me grushte nga personat që ai tentoi t'i shtypë. Rreziku për banorët e një pallati në zonën e Currilave në Durrës nuk ka kaluar, por shëmbjet përbën një shqetësim edhe për shumë familje të tjera atje. Bashkia bëri të ditur se nuk ka fonde të mjaftueshme për të stabilizuar kodrën. Rrëshqitjet e vazhdueshme të kodrës në zonën e Currilave, ku pak ditë më parë banorët e një pallati u detyruan të largoheshin nga banesat e tyre, kanë rikthyer shqetësimin për sigurinë e zonës dhe nevojën për një zgjidhje afatgjatë. Kryebashkiaja e Durrësit Emiliana Sako deklaroi se stabilizimi i kodrës kërkon një projekt të detajuar teknik dhe një investim të konsiderueshëm financiar, i cili tejkalon mundësitë e buxhetit të bashkisë. Pas janarit kemi kërkuar mbështetjen e institucioneve për të bërë të mundur analizat gjeologjike të kodrës dhe për të bërë të mundur që të hartojmë një projekt të detajuar në mënyrë që të kemi mundësi ta financojmë. Sako bëri të ditur se bashkia ka kërkuar mbështetjen e institucioneve përgjegjëse për kryerjen e studimeve gjeologjike dhe hartimin e një projekti të plotë. Do të jetë një projekt shumë i rëndësishëm, apo do të jetë një projekt i cili do të ketë një vlerë të madhe dhe nuk do të jemi besoj që nuk do të mbulohet dot nga bashkia, por do të kërkojmë mbështetjen qeverit, do të kërkojmë mbështetje edhe në fondet ndërkombëtare sepse ka mundësi financimi besoj dhe nëpërmjet fondeve të Bashkimit Evropian për çështjet e mjedisit. Sipas autoriteteve vendore, pas përfundimit të studimeve do të synohet sigurimi i fondeve për zbatimin e projektit përmes qeverisë shqiptare, por edhe programeve dhe fondeve ndërkombëtare, përfshirë ato të Bashkimit Evropian, që mbështesin projektet për mbrojtjen e territorit dhe menaxhimin e rreziqeve natyrore. Ndërkohë, zona avion të monitorohet nga strukturat përgjegjëse, ndërsa ekspertët pritet të përcaktojnë masat konkrete për të shmangur rrëshqitje të tjera dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Bordi i Transparencës ka ulur sot çmimin e naftës dhe të benzinës. Sipas vendimit të ri, nafta do të tregtohet me 183 lekë për litër nga 188 lekë që ishte më parë. Ndërkohë benzina ka zbritur në 170 lekë për litër ose 1 lekë më pak. Bordi njoftoi gjithashtu se tregu po monitorohet vazhdimisht për të parandaluar abuzimet. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe minuta kopshëm.